Protestuesi Erlis Sina, foton e të cilit kreu i qeverisë Edi Rama e përdori krahas mesazhit publik për pjesëmarrësit në tubimet para godinës së kryeministrisë, i ktheu përgjigje përmes rrjeteve sociale, mesazheve të kreut të ekzekutivit. Mos më thuaj se te fotografia ime sheh veten tënde. Unë nuk jam ti. Unë nuk jam ai që ka pushtetin prej vitesh në dorë. Unë nuk jam ai që firmos vendime që ndryshojnë jetët e njerëzve. Nuk jam ai që kontrollon institucionet, buxhetet dhe fatet e këtij vendi. Në ato që e cilëson përgjigje të detyruar, ai thotë se kryeministri është autori i halleve të tij. Ti nuk je viktime e halleve të mia, ti je autori i tyre. Je autori i emigrimit të mira të rinjve që nuk pan më të ardhmen në Shqipëri. Je autori i padrejtësive që i detyrojnë njerëzit të largohen nga vendi i tyre. Je autori i arrogancës së një pushteti që nuk dëgjon më askënd përveç vetes. Më tej shton se në protest nuk del se është viktime mashtrimit. Dhe nëse jam në shesh, nuk jam aty sepse më ka mashtruar dikush. Jam aty sepse e di shumë mirë kush më ka sjellë deri këtu. Protestuesi në përgjigjen për kreun e qeverisë thotë se qytetarët nuk dalin në protest sepse i manipulon algoritmi, influencerët apo opozita, por sepse përballen çdo ditë me problemet e jetës. Sipas tij, përpjekja për t'i paraqitur protestuesit si një turm të përdorur nuk është keqkuptim i revoltës së tyre, por për çmim ndaj shqetësimeve reale që i kanë nxjerrë në shesh.